Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri, ose e njohur ndryshe si tumori në mushkëri, ka qenë tema kryesore e trajtuar në konferencën kombëtare shkencore që Universiteti Kristal ka organizuar në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë kombëtare. I pranishëm në këtë konferencë, Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili u shpreh për rëndësinë që ka trajtimi i këtij problemi kryesor për ditët e sotme. Universiteti mikpritës i këtij aktiviteti prej kohësh dhe në kredon e tij ka pasur formimin dhe edukimin në vazhdim si një nga elementet themelore të punës tij. Një dije mirë e marrë këtu, do të shkoj tek vëllezërit tanë Kosovë, Maqedoni, Malzi. Për organizimin e konferencës do doja të falenderoja stafin akademik të Fakultetit të Shkencave të Universitetit Kristal, përfaqësuesit e Qendrës Kërkimore Shkencore në këtë universitet, të cilët kanë punuar me vullnet dhe këmbgulje për të siguruar një nivel të lartë cilësor të referimeve në këtë konferencë. Kanceri mushkërive në Shqipëri ka qenë një ndër problematikat e trajtuara ku sipas studimit të fundit nga Dr. Alban Ylli, vendi ynë ka një tendencë rritjeje me shpejtësi nga kjo sëmundje. Ndoshta mund të kemi një dyfishim të rasteve të vërejtura me kancer të mushkërive, nëse sot jemi diku mbi 1000 raste në vit, mund t'i afrohemi numrit 2000, e parandalimit të kanceri e kontrollit të tij do të ngelet strategjia e kontrollit duhanit. Pjesë e konferencës ishin rektor, dekan, profesor, doktor shkencash, studiues nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova.